Krerët e Aleancës Kombëtare për Integrim Ali Ahmeti dhe Arben Taravari kanë përcjell mesazhin e tyre se viti 2025 nuk duhet përsëritet më për maqëninë e veriut, veçanërisht për shqiptarët, ndërsa kanë paralajmëruar se edhe viti 2026 pritet të jetë i zymt, i shoqëruar me krizë ekonomike dhe politike. Deklaratat i bën gjatë koktejlit të fundvitit të organizuar nga kandidati i tyre për kryetar të komunës së Vrapçishtit Isen Shabani. Ahmeti theksoi se të gjitha marrëveshjet duhet respektohen dhe të mos preken, duke nisur nga marrëveshja e Ohrit, ajo e prespës dhe marrëveshja për fqinësitë të mirë me Bullgarinë. Sipas tij, çdo cënim i këtyre marrëveshjeve do të prodhonte krizë dhe situata të padëshirueshme për vendin. Mos u përsërit viti që e lam pas, sa i përket zhvillimeve politike. Mirë po parametrat, treguesët, të gjithë janë që do kemi krizë ekonomike, për shkak krizave edhe më të gjëra, si në Ballkan ashtu edhe në Europë, po edhe të krizave të në gjithë botën. Nuk janë pa pasoja për vende me një industri dhe ekonomi të brisht, si që është Republika e Maqedonisë së Veriut dhe shumë shtete tjera të Ballkanit perëndimor, që krizat globale kanë ndikim goxha të madh në vendet që janë në zhvillime e sipër. Kjo është si shqetësim që e kemi bazë të analizave që ne i kemi bërë. Urojmë që në aspektin politik gjërat të bashkëkoordinohen, të respektohet vullneti i shumicës së shqiptarëve, të respektohet marrëveshja e Ohrit, të respektohet marrëveshja e Prespës, të implementohet, të zbatohet marrëveshja për fqinësi të mirë, si kusht i domosdoshëm për antarësim të vendit në Bashkimin Evropian. Na duhen marrëdhënie të mira me gjithë fqinjët, na duhen marrëdhënie të mira me të gjitha komunitetet në vend. Vendi mund të jetojë, të përparojë i qetë në demokraci me marrëdhënie të mira ndëretnike. Çdo kush që pretendon për të ndryshuar marrëveshjen e Ohrit për qëllime elektorale bën gabim politike strategjik, e kthen vendin mas. Uroj që kjo të mos ndodh. Ne kemi nevojë për hapa para të ecim. Kemi nevojë të respektojmë marrëveshjet me fanatizëm, nga ajo e Ohrit, e Prespës, për fqinësi të mirë dhe të rajoni të jetë sa më i paqët dhe i integruar në Bashkimin Evropian dhe në miqësi me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Nga ana tjetër, Taravari vuri në dukje se viti i ardhshëm përveç vazhdimit të krizës ekonomike dhe politike, bllokimit të rrugës evropiane do të bëjë të pashmangshme mbajtjen e zgjedhjeve të parakohshme parlamentare. Punët nuk shkojnë mirë me qeverisjen e Mickovskit, faktikisht eurointegrimet që ishte pika kryesore e vlenit kur ishim edhe ne, tash lenit, praktikisht as që diskutohet shtet, as që bëhet biseda ose as që hapet ky debat për eurointegrimet, për krizën ekonomike mos flas, për shtetin e së drejtës që ishte një prej marrëveshjes BMR-s me vlenin, as që diskutohet se ka ndonjë hap përpara. Uroj që viti 2026, e cila me shumë gjasa do tjetë edhe vit zgjedhor, jo vetë për zgjedhjet lokale në Vrapçisht dhe Ngostivar, me shumë gjasa do tjetë vit zgjedhor edhe për zgjedhje parlamentare.
Uroj që atë që s'mundëm t'u përcjellim sa arritëm ne si Aleancë Kombëtare për Integrim ta përcjellim deri te qytetarët, se sot e pat në struku zgjot kryesuesi i Këshillit Maqedonas, ne kemi thënë atë prej para 6-7 muajsh, atë që ndodh në Butele Bërvenic, atë që ndodh në Kërçov dhe në komplet Maqedoninë Perëndimore në qeverisjen lokale. Shpresoj se së shpejti do të qivet edhe në Çajir edhe në Tetov pazarit të cilin e ka bë Vleni për ta humbë edhe atë pushtet pak lokal që e kanë pas shqiptarët, them kështu, autonom dhe vetë kanë qeveris, por besoj se shumica e qytetarëve dal nga dal do të vetë disohen dhe do ta shohin se çfarë duhet ndodhe dhe ndryshimi pse patjetër duhet të vijë. Kandidati për kryetar komune Isen Shabani nënvizoi se pret të rikonfirmojë rezultatin e 19 tetorit edhe më 11 janar. Ai tha se ditët e mbetura të fushatës do t'i kalojnë në terren, në takime me qytetarët për të shpalosur përpjekjet dhe programin e tij zgjedhor. Sonte jemi në një natë festive me gjithë aktivin ton politik të Aleancës Kombëtare për Integrim, bashkarisht edhe me qytetarët tanë. Mundësia është që edhe mërgjimtarët që i kemi, gjithë së bashku të festojmë një fund vitit, vitin që lëmë, dhe të kemi një vit të mbar për vitin 2026, t'ju urojmë shëndet, dhe ti rajon është që pas 11 janarit të vazhdojmë me projektet të cilët i kemi parapar, dhe projektet të cilët janë në vazhdimsi që dita ditës shohim edhe që në teren projektet që mbarojnë dhe projektet që janë në punë të vazhdueshme çdo ditë. Në koktej morën pjesë edhe bashkëdhetar nga komuna e Vrapçishtit.